Emision special. Gjevdet Musbala, veprimtar i vendosur i çështjes së dheut, shkruar nga Sabri Duraku. Sot më 18 maj mbushen 5 vite që kur na la shoku ynë dhe vëllai i 2 dëshmorëve të dheut, Gjevdet Bala. Ai u lind më 15 nëntor 1967 në Isniq, në një familje të njohur për urtësi e burrëri, por në radhë të parë për luftën e pa kompromis kundër të huajve, e sidomos kundër pushtuesve serbo-malazes. Familja Balaj, e sidomos trungu i Mus Mehmetit, ishte gjithmonë në anën e drejtë të historisë, në krahun e luftës për liri e pavarësi të kombit shqiptar. Mus Bala, për kushtet ekonomike u detyrua të mërgoj qysh në vitet e 68-ta të shekullit të kaluar në Gjermani, por edhe pse larg familjes, u kujdes shumë që me urtinë e tij të njohur nga të gjithë, i edukoi fëmijët e vet në frymën e shëndosh të patriotizmit. Ai me qëndrimin dhe shembullin e tij, pati ndikim kryesor që fëmijët e tij të përcaktohen për ideologjinë e shëndosh kombëtare, për Shqipëri e shqiptari. Në anën e luftës, për çlirimin e Kosovës dhe viseve të tjera shqiptare të okupuara padrejtësisht nga Serbia e Jugoslavia. Në këtë familje të shëndosh, Gjevdeti ishte djali i pestë i saj. Demonstratat e vitit 1981 e gjetën Gjevdetin e ri të qartë se kush duhej përkrahur dhe ndihmuar. Edhe pse i ri në mosh, ai shumë shpejt do gjej veten në frontin për liri e republik. Nuk thon kot, se kohrat e tilla formojnë edhe kalitin njerëz shumë më shpejt, se sa që do të bënin kohrat normale, dhe vitet të 10-ta për ne shqiptarët e Kosovës dhe viseve tjera shqiptare, ishin vite të rilindjes së vërtet kombëtare. Pas burgosjeve të shumë veprimtarëve në rrethin e Deçanit, sidomos grupit të Smail Haradinajt, barrën për veprim e organizim në bashkinë e Deçanit me rrethin e mori familja Bala në Isniq, sidomos të bijtë e Mus Mehmetit. Nga kjo, Gjevdeti përfitoi shumë, sepse pati rast të takoj personalitetet të rëndësishme të lëvizjes son, siç ishin Enver Topalli, Nuhi Berisha, Sali Qeku e Avdi Muaj, Mal Morina, të gjithë bashkëveprimtar të vëllezërve Bala. Me këtë rast lirisht mund të themi se trualli dhe kulla e Mus Mehmetit u shndrua në një shkollë revolucionare, ku shumë djeme vasha u organizuan në ilegale, ishin shembull i pashoq edhe në luftën e fundit të ushtrisë së çlirimtarët Kosovës. Sot mund të kujtohen dashamirësve të atij trualli, mikpritja, sofra, ambienti në atë shkollë, ku çdo gjë frymonte përmes zëdhënësit të Radio Tiranës, sikur ishin filmat, dramat, koncertet, muzika dhe fjalimet frymëzuese adhetare të udhëheqjes së Tiranës në ato kohë. Detyrimi i vëllait të madh të dalë në ilegalitet e më vonë edhe të mërgoj, bëri që rradhët t'i ngjeshin edhe më shumë vëllezërit e tij, Ganiu, Rustemi e Gjevdeti, por edhe Xhaferi fare i ri. Lirisht mund të themi se baza e Isniqit dhe djemtë e Balajve ishin njëra nga qelizat më të forta dhe aktive të LRSSH-s, që nga fillimi i shkurtit 1982. Nga kjo bazë u shpërndan të gjitha traktët dhe gazetat ilegale, Liria, Lajmtari i Lirisë e më vonë Zëri i Kosovës,
por dhe materiale tjera të rëndësishme ilegale. Ishin kohë të vështira, por dhe të lavdishme të lëvizjes son revolucionare. Xhevdeti kishte një veti shumë të veçantë, që për kohën ishte gati më kryesorja. Fjalë pak dhe shumë i vendosur. Në kohën e qershorit 1986, Xhevdeti organizitavisht i takonte GKK-s e në vazhdim më vonë Partisë Revolucionare Shqiptare. Në fundi i viteve 80, fillimi i 90-tave ishte koha kur nëpër masa botërore, por edhe ato kombëtare u bën lëvizje dhe ndryshime të mëdha. Në këtë kohë Xhevdeti, pasi ishte rrezikuar shumë nga udhbashët shqipfolës, u detyrua të largohet nga Kosova në fund të vitit 1988, ku me kërkesën e shokëve ai u vendos në Zvicër për të vazhduar veprimtarinë e vet patriotike, tani në kushte krejt tjera, që në një mënyrë ishte ndoshta edhe më e vështirë dhe e lodhshme se sa ajo në vendlindje. Lëvizja jon kombëtare u nda në dy drejtime, në atë paqësore dhe në atë aktive luftarake. Kësaj të dytës si takoi me gjithë qenin e tij Xhevdet Bala, sepse ai mendonte se vetëm kjo filozofi, pra lufta armatosur për çlirim, do të garantoj popullin ton që të jetojë i lirë dhe i pavarur, prandaj edhe bëri çmos që kjo lëvizje të forcohej të rritej. Xhevdeti nga viti 1994 ishte antar i kryesisë së PRSH-s Dega në Zvicër dhe mori pjesë aktive në organizimin e saj në Mërgim, ku bashkëveproi ngushtë me Salih Sadikun e Harun Bekën, por edhe kontaktet nuk i munguan me Enver Hadrin. Lidhjet e tij me Kosovën i mbajti konstante të pashkëputura. Ishte njeri që më së miri dinte hapat në drejtim të organizimit dhe armatimit të krahut të luftës, që padyshim i takonte edhe PRSH me celulat e saj. Në këtë drejtim, celula ku bënin pjesë vëllezrit Balaj ishte njëra ndër më të përparuarat pikërisht me kontributin e Xhevdetit dhe babës së tij, Mus Mehmetit. Fillimin e aksioneve të ushtrisë së çlirimtarët të Kosovës si shumë të tjera dhe Xhevdeti e priti si harriqin më të mirë, aq më parë kur e dinte që në radhët e tyre ishin rreshtuar vëllezrit e tij, ndër cilët Ganiu, Rustemi e Xhaferi dalloheshin se ishin të parët me aktivitet në Isniq e rrethin dhe ishin shtylla të forta të shtabit të Tukaxhinit të vendosura në Glloxhan. Për këtë, në fillim të vitit 1998, Daud Haradinaj thotë: "Erdha në kullën tuaj të formoj celulat e UÇK-s dhe ato celula i gjeta të formuara." Data e 13 qershorit 1998 do të mbetet si ditë e shënuar dhe e paharruar për familjen Bala, për shokët dhe bashkëqytetarët e tyre, sepse në këtë ditë ranë për të rilindur përsëri dy vëllezrit e Xhevdetit, Gani dhe Xhafer Bala, dy luftëtar më të parë në këtë fshat, ushtar dhe themelues të parë të celulave të ushtrisë së çlirimtarët të Kosovës, Përtej Bistrice. Por kjo humbje e madhe në mënyrë të veçantë goditi Xhevdetin, i cili ishte shumë i lidhur me të dytë, me Ganiun që e kishte si prind mësues në veprimtarinë e tij, e Xhaferin që e pati si nxënës dhe e kishte ledhatuar si vëllain e vogël. Prandaj edhe emrin e Xhafës së vogël e mbajti gjithkohën si emër të vetin në rrjetet sociale. Ky ishte Xhevdeti, i urtë, por dhe shpërthyes kur e kërkonte nevoja e vendi. Iku në moshën më të mirë. Ai do të mungoj gjithë atyre që e njohën, natyrisht familjes dhe çlirimtarit, djalit të tij më së shumti, por do të na mungoj edhe ne shokëve të punës dhe veprimtarisë atletare që patëm fatin ta njohim. Jam krenar dhe i lumtur që pata fatin të jem afër, shumë afër vëllezërve Bala në bashkimin e mendjes, ideve, akteve modeste në kuadër të çlirimit dhe bashkimit të trojve tona. Rroft sot e mot kujtimi për jetën dhe veprën e Xhevdet Balaj, nder dhe lavdi dëshmorëve të atë dheut. Mërgim, 18 maj 2026. Sabri Duraku. Në Radion Kosova e Lirë dëgjuat emisionin special
Gjevdet Musbala, veprimtar i vendosur i çështjes së dheut, shkruar nga Sabri Duraku. Lexoi Arban Çeliçi. E përgatiti redaksia e emisioneve speciale e Radios Kosova e Lirë.